Pa filtra, Ashtu si që je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në emisionin ton. Shpresoj që të keni pasur një javë të bekuar. Në episodin e sotëm do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe reale siç është varësia. Varësia mund të marrë shumë forma të ndryshme dhe ndonjëherë fillon pa e kuptuar. Po, dhe shpesh herë nuk e kuptojnë derisa shohin ndikimin që ka ajo në jetën tonë të përditshme, në mendësinë tonë, në marrëdhënie me familjen apo dhe me shoqërinë. Sot do të flasim për disa nga varësitë më të zakonshme të adoleshentët, varësia nga cigaret, eating disorders ose self-harm. Do të flasim për arsyet pse ndodhin edhe çfarë duhet të dini. Varësia është një gjendje ku një person ndihet sikur nuk mund të funksionojë pa diçka të caktuar. Truri fillon ta kërkojë vazhdimisht atë gjë sepse lidhet me kënaqësinë apo largimin e stresit. Pra, nuk është gjithmonë diçka e cila bëhet nga dëshira, por dal ngadalë mund të kthehet në një gjë që pa dashur kontrollon jetën e personit të varur. Pikërisht dhe ne si adoleshent jemi më të rrezikuar sepse truri ynë është akoma në zhvillim. Një fakt interesant është se pjesa e trurit që kontrollon vendimarrjen dhe impulsivitetin zhvillohet pikërisht vetëm në moshën madhore. Do me thënë adoleshentët mund të marrin vendime impulsive më lehtë? Po, gjithashtu presioni nga shoqëria, rrjetet sociale, stresi nga shkolla ose problemet familjare ndikojnë shumë. Mendoj se ndonjëherë njerëzit janë të mendimit që varësia ndodh vetëm tek persona të cilat i shohin si problematik, por kjo nuk është fare e vërtetë sepse varësia mund të ndodhë për çdo që mund të ketë qenë duke kaluar diçka të vështirë në jetën e tyre. Shumë e vërtetë. Edhe le të flasim tani për varësinë nga cigaret dhe nikotina. Shumë adoleshentë fillojnë thjesht për qejf, sepse mendojnë se nuk janë aq të dëmshme, ama kur një person pi cigare ose vape, nikotina arrin deri në tru. Brenda pak sekondash edhe çliron dopamin, hormonin që lidhet me kënaqësinë. Problemi është se truri mësohet me këtë ndjesi dhe fillon ta kërkojë përsëri. Pra sa më shumë të përdoret, aq më shumë personi e ndjen që ka nevojë për të. Në vërtet. Po, unë pash në fakt një studim ku thotë që shumica duhanpirësve fillojnë pirjen e duhanit që në adoleshencë, gjë e cila lë më vonë shumë pasoja. Përveç problemeve që mund të ketë me shëndetin siç është mushkëria apo zemra, nikotina çon edhe në pasoja në ankth, humbjen e përqendrimit dhe një humor të keq. Disa adoleshentë mund të mendojnë se cigaret e qetësojnë, por në fakt varësia krijon edhe më shumë stres. Unë di një rast që më ka thënë një shoqë kur ka qenë në maturë që ca çuna që pinin cigare gjatë testit maturës, në mes të testit linin testin dhe shkonin dhe dilnin të pinin cigare, që mendoj ligjërisht nuk është e drejtë, por që ishin aq shumë të varur sa që linin dhe testin në mes për të pirë cigare. Pra bëhet gjëja kryesore në jetën e tyre dhe thjesht janë gati të lënë çdo gjë vetëm që të marrin atë dozën që i nevojitet sipas atyre. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë situatë. As unë habita shumë për dëgjova. Po, fiks. Mendoj një tjetër formë varësie janë dhe eating disorders apo çrregullimet e të ushqyerit. Këto shpesh nuk duken menjëherë sepse lidhen me mënyrën se si një person e sheh veten e tij. Dy nga format më të njohura janë anoreksia dhe bulimia. Anoreksia ka të bëjë me frikën e shtimit në peshë dhe kufizon ushqimin në mënyrë sa më të rrezikshme. Njerëzit me anoreksi zakonisht e shohin veten si të shëndosh edhe kur nuk janë. Ndërsa bulimia përfshin episode kur e personi ha shumë ushqim dhe më pas përpiqet që në një farë mënyre ta balancojë duke vjedhur ose duke bërë ushtrime ekstreme. Unë kam parë një film dhe mendoj se do ishte mirë ta ndaja me ju. Ishte një vajzë që ishte shumë popullor në grupin e saj shoqëror dhe për të mbajtur atë formën e saj, domethënë të mirë, edhe që ishte e themi më e bukur, elegante, po. Ajo çdo herë mbasi ushqehej, hante diçka, gjithmonë shkonte në tualet dhe për të e nxirrte. Po, e nxirrte, nuk dua ta them. Atë troç. Domethënë villte. Po. Mendoj që ky filmi që ti ke parë është shumë aktual se është bazuar në një trajn, mendoj. Po. Edhe un kam pasur shoqë të cilat nuk është se e nxirrin ushqimin ose ushqeshin dhe shkonin dhe e nxirrin, por nuk hanin për shkakun për ditë të tëra. Nuk hanin vetëm që të nuk është gjë e mirë sepse të shkakton dhe probleme në tru. Dëmton trurin, se truri ka nevojë, gjithë trupi ka nevojë të ushqehet sepse janë lëndë ushqyese që i nevojiten trupit që të mund të bëjë aktivitete gjatë ditës, të japi energji dhe faktikisht kur ti nuk ushqehesh mjaftueshëm, atëherë i shkakton dhe probleme trurit edhe nuk është fare një gjë e mirë. Stres, besoj. Të gjitha të tjerat pa gjumësi pastaj. Po, edhe ajo.
Kështu që nuk është fare një zgjedhje e mirë, pavarësisht se adoleshentët e bëjnë, sepse mendoj që kjo vjen si pasojë e standardit që je bota, si duhet të jetë një vajzë ose një djalë ose edhe prandaj shkojnë dhe bëjnë këto lloj gjëra. Tema më përpara që është pjesa social media që duhet të shikojmë ose krahasimet që krahasojnë, po. Që duhet të shikojmë atë person, dua të jem dhe unë ashtu siç ai. Kemi standard në sy dhe thjesht duhet ta ndjekim atë, po që jo gjithmonë duhet bërë. Shumë e vërtet. Kemi një temë akoma pak më delikate, e cila është self-harming. Self-harming është ku një person lëndon veten fizikisht si një mënyrë për të përballur emocionet shumë të forta që mund të jenë ankthi, dhimbja ose depresioni, ku self-harming është një nga llojet më të këqija të varësisë, se mund të çojë edhe në vetvrasje, besoj se edhe ju e dini. Në raste kur mendoni se dikush i njihni po lëndon veten në këtë mënyrë, është shumë e rëndësishme që t'i qëndroni pranë dhe t'i tregoni sa më shumë dashuri, sepse nuk i diet asnjëherë kur ka nevojë, domethënë ky person, diçka ndoshta. Shumë vërtet. Një përkraje do ishte mirë. Po mendoj që kjo gjë ndodh dhe si pasojë, adoleshentët e bëjnë këtë gjë dhe si pasojë e ngjarjeve që i ndodhin në jetën e tyre dhe ata nuk e pranojnë dot realitetin, edhe duan që realiteti të jetë në një formë tjetër, edhe nga që nuk e ndryshojnë dot, e vetëm që ata kanë në dorë është vetja e tyre dhe prandaj shkojnë edhe lëndojnë veten e tyre, edhe duan të nxjerrin inatin ose dhimbjen tek ajo lloj gjëje, edhe prandaj shkojnë edhe e bëjnë, dhe e kanë dhe si mënyrë shpërqendrimi, kur ata gjërat nuk po shkojnë siç ata duan, dhe e kanë si mënyrë shpërqendrimi që ta shprehin gjithë atë ankth dhe stresin te vetja e tyre. Po. Tani le të dëgjojmë perspektivën biblike. Shumë prej nesh kur dëgjojnë fjalën varësi, mendojnë menjëherë për drogën apo alkoolin. Por e vërteta është se varësia mund të marrë shumë forma. Telefoni, pornografia, lojrat, rrjetet sociale, vëmendja e njerëzve, zemërimi, madje edhe nevoja për të pranuar nga të tjerët. Varësia fillon atëherë kur diçka që duhet të ishte nën kontrollin tonë, fillon të na kontrollojë ne. Bibla e trajton këtë shumë qartë. Apostulli Paul thotë: gjithçka më lejohet, por jo çdo gjë është e dobishme. Gjithçka më lejohet, por unë nuk do të bëhem skllav i asnjërs. Kjo është pyetja kryesore. Apo e përdor unë këtë gjë, apo po më përdor ajo mua? Sepse Perëndia nuk na krijoi për të qenë skllëvër. Ai na krijoi të lirë. Por problemi është se zemra njerëzore ka tendencën të kërkojë mbushje në gjëra të përkohshme. Shpesh, pasi varësia fshihet një boshllëk, vetmi, dhimbje, ankth, mungesë dashurie, mungesë identiteti ose dëshirë për të harruar realitetin. Dhe ja ku qëndron një nga gënjeshtrat më të mëdha të varësisë. Në fillim të premton liri, por në fund të merr rrobë. Të thotë, provoje, do të ndihesh më mirë, por më pas kërkon gjithnjë e më shumë prej teje, derisa fillon të vjedh paqen, kohën, marrëdhëniet, karakterin dhe shpesh edhe identitetin. Jezusi tha: kush bën mëkatin, është skllav i mëkatit. Por nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. Krishti nuk erdhi vetëm të falë mëkatin. Ai erdhi edhe të thyejë zinxhirët. Ka njerëz që duken të lirë nga jashtë, por janë të burgosur nga brenda. Dhe ka njerëz që kanë gjetur në Krishtin një liri që as droga, as fama, as kënaqësitë nuk mund ta japin. Por si fitohet kjo liri? Së pari duke qenë të ndershëm. Varësia fillon të humbas fuqinë e saj kur ndalojmë se fshehuri. Drita e shkatron errësirën. Së dyti duke kuptuar se nuk je krijuar për të luftuar vetëm. Kemi nevojë për Perëndin dhe për njerëzit që na ndihmojnë. Dhe së treti, duke mbushur jetën me diçka më të fortë se varësia. Zemra nuk mund të mbetet bosh. Nëse heq diçka të keqe, por nuk e mbush jetën me të vërtetën, dashurinë dhe praninë e Perëndis, boshllëku rikthehet. Bibla thotë: mos u dehni me verë, por mbushuni me frymën e Perëndis. Me fjalë të tjera, mos kërkosh shpëtim artificial për shpirtin tënd. Ka një burim më të thellë, më të pastër dhe më të vërtetë. Nëse je adoleshent dhe po lufton me diçka që të ka kapur fort, mos beso gënjeshtrën që thotë kështu do mbetesh gjithmonë. Ka shpresë, ka rrugdalje, ka hir dhe ka një Perëndi që nuk të sheh vetëm si problemin tënd, por si një person me vlerë për të cilin Krishti dha jetën. Liria e vërtet nuk është të bësh çdo gjë që dëshiron. Liria e vërtet është të mos jesh skllav i asgjëje përveç dashurisë së Perëndisë.
Të dashur miq, shumë faleminderit që qëndruat me ne edhe gjatë programit të sotëm. Dëgjohemi herës tjetër. Mirëdëgjofshim. Pa filtra, Ashtu siç je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra.